komunist dhe shtetari shkëlqyer, atletari i kulluar dhe një intelektual i viteve 30-40. I angazhuar gjatë luftës së dytë botërore, sidomos në Kosovë, si kryetar i Bashkisë së Gjilanit, mbrojtës i shqiptarëve atje dhe shpëtimtari i 300 kosovarëve të burgosur, që ndoshta mund të përfundonin në Mauthausen. Daud Kamberelezi ishte një figurë e rëndësishme e viteve 30-40, por që komunistët e kishin vënë në listë për ta eliminuar sapo të merrnin pushtetin në dorë. Ishte 40 vjeç kur arrestohet dhe pushkatohet në vitin 1948 dhe pas një traume të madhe, familja e tij, e mbetur mes katër rrugëve, vijon tragjedinë që lidhet me emrin e tij. Kush ishte Daud Elezi? Cila që veprimtaria e tij si jurist, administrator dhe patriot? Pse komunistët e dënuan me vdekje dhe e pushkatuan në fshetësi, duke ia fshehur edhe trupin? Si u përjetua në familje kjo tragjedi dhe si jetuan në terr, pa ditur asgjë rreth fatit të tij për mbi 70 vjet pasardhësit e tij. Të gjyshin e mbanim gjithmonë në shtëpi foton e tij, një foto me Kapela Republik, po ishte si një mister, si diçka që është aty dikush, e dim që e kemi gjysh, po nuk dim shumë. Ajo se si e ka marrë vesh unë që ka një problem është se ndjehet një peshë në familje që këtu ka diçka. Po se çfarë, nuk kam qenë në gjendje ta përcaktoj. Unë kam një diferencë të madhe me motrat në moshë dhe ato përgatiteshin për shkollë. Nuk e dilte shkolla, mami im më kujtohet, merrte çantën, shkonte për të trokitur derë më derë në komitet ekzekutive, ku ishin ato dyrat e ministrive, për të dhënë zgjidhje. Një nga këto raste më kishte marrë dhe mua me vete. Edhe isha e vogël atë, se din, rreth 9 vjeçë, ndoshta 10 vjeçë ajo. Dëgjoj që bëhet fjalë që çka kërkoni juve, se ju keni biografinë e keqe. Tani fëmije, po fjalën e keqe e kupton, që ishte e keqe e kuptova, po se çfarë ishte biografia se kuptoja. Edhe vim në shtëpi, kur vim në shtëpi, pas të mami sa rrita zguxova ta pyesja në autobus gjatë gjithë rrugës, e mbaja brenda çfarë është kjo e keqe që kemi neve, se di që të jemi të këqinj, si fëmija që mund mendoj. Kur vim në shtëpi pastaj, pyes motrën e madhe, i thash, Lura, di që çfarë do të thënë biografi, çfarë është biografia? Ajo e plasi qeshurës në fillim, pastaj më shpjegoi, se mbaj mend se si, po me ato fjalët e saj që është ajo historia që kemi ne, domethënë. Në këtë mënyrë mora vesh që ne ishim qinj. Edhe kishim një diçka të keqe në përbërjen tonë. Edhe me atë si thua, me atë ndjenjën e frikës që kemi diçka, po s'pyesim dot, edhe me atë jemi rritur. Nuk dinim asgjë, nuk dinim shumë, dinim që ishte pushkatuar, këtë e dinim. Nuk flitesh për gjyshin, e dinim që ishte dikushi, që ishte diçka shumë i rëndësishëm, po që nuk flisnim dot. Në familje, por edhe në opinionin e gjerë publik, figura e Daud Elezit do të fillonte të zbulohej pak nga pak pas një aktiviteti në Gjilan në vitin 2019, ku kryetari i komunës atje do t'i jepte njërës prej mbesave të tij të utës një certifikat mirënjohje për kontributin si kryetari i Bashkisë Gjilan nga 1941 deri në 1944. Më pas, detajet të tjera të veprimtarisë së tij do të zbuloheshin në një aktivitet në shtëpinë me gjethe në shtator 2024, në kumtesën e studiuesit të ri, Jonel Hibo. Ai e ka studiuar veprimtarinë e Daud Elezit duke u nisur nga dosja hetimore gjyqësore ruajtur në arkivin e Ministrisë së Brendshme, një dosje e hartuar gjatë procesit që i bëri regjimi komunist në vitin 1947-1948, pas të cilit do ta pushkatonte dhe do t'ia zhdukte edhe trupin. Nga ky moment tragjik që ka rënduar për dekada me radhë mbi familjen e Daud Elezit, nis të zbulohet pak nga pak edhe jeta dhe veprimtaria e tij përmes fakteve dhe dokumenteve të tjera arkivore. Daud Kamberelezi ka lindur në Peqin në vitin 1917. Ai i përkiste shtresës së mesme
shtresës së mesme tregtare të qytetit të Peqinit. Nga informacionet të cilat u kam mbledhur, tregohet që familja e tij ka qenë kontribuese në ngritjen e veprave publike që janë ngritur në qytetin e Peqinit. Më konkretisht, është një falënderim i veçantë nga Myftinia e Shqipërisë për ngritjen e xhamisë të qytetit të Peqinit. Edhe atje përmendet edhe familja Elezi dhe Daud Kamber Elezi në veçantë. Daud Kamber Elezi do të fillonte studimet e veta për jurisprudencë në Itali, pas mbarimit të normales së Elbasanit. Do të kthehej në Shqipëri dhe si fillim do të punonte në gjendjen civile të Elbasanit, si kryetar i gjendjes civile të Elbasanit. Fundi i viteve 30 dhe fillimi i viteve 40 do ta gjente Daud Elezin në një varg detyra shtetërore me karakter administrativ në disa zona të Shqipërisë. Roli i tij në këto detyra do të vijë në skandër nga regjimi komunist sapo të merrej pushteti prej tyre, duke kërkuar me ngulm të gjenin shkelje për ta akuzuar, por në të gjitha rastet regjimi do të dështonte. Kudo, në çdo detyrë që kishte pasur, Daud Elezi ishte udhëhequr nga korrektësia dhe pasioni për të bërë punë të vëra për vendin e tij. Më pas do të fillonte punën si kryetar komune në Bus të Tepelenës, në Libofsh dhe në qytete të ndryshme. Gjithashtu, do të punonte si administrator deri në vitin 1939, ku në procesin e tij gjyqësor, në më sakt duhet të citoj dosën ku e kam gjetur, në dosën 1253 fraksion A të arkivës Ministrisë së Punëve të Brendshme, ai thoshte: unë i kam fituar të gjitha këto pozicione pune me konkurs dhe jam larguar për atyre pozicioneve jo i pushuar, por sepse kam dhënë dorëheqjen për arsye të ndryshme. Kulmi i tij do të arrinte në vitin 1940, 1941, kur ai do të caktohej si fillim si kryetar komune në Rahovec të Kosovës dhe më pas si kryetar bashkie në Gjilan të Kosovës. A ishte i suksesshëm Daud Elezi në kryejen e këtyre detyrave? Koha do të tregonte që po. Ato fjalë që do përdorja unë për gjyshin tim, dhe jo për faktin se është gjyshim, po në bazë dokumentave që kemi gjetur tani, është adetetari, është avokati, është punonjës shteti, është njëri që ka ndihmuar të tjerët si familjen, aty ku ka lëvizur me punë, ka marrë të gjitha ata njerëz të cilët ka menduar se mund t'i ndihmojë duke i punësuar në forma ndryshme sipas kapacitetit që kanë pasur. Po ashtu ka ndihmuar të shqiptarët pas një lloj interesi. Ka liruar 300 burra, 300 kosovar në atë kohë për të shpëtuar ndoshta ose transportit në Mauthausen nga gjermanët, ose vrasjes, nuk e dim se çfarë ndodhte me ata, por dim që i ka shpëtuar këta 300 burra duke hapur burkun. Koha kur ai kishte drejtuar Bashkinë e Gjilanit, i përkon kohës kur territoret e Republikës së Shqipërisë dhe territoret e Kosovës në vitin 1941 u bashkuan dhe krijuan një administratë të përbashkët me në krye Ministrinë e Tokave të Liruara, të drejtuar në fillimisht nga Eqerem Bej Libohova dhe më pas nga Feyzi Bej Alizoti. Qëllimi i kësaj administrate të re ishte krijimi kushteve të përbashkëta dhe zhvillimi të përbashkët ekonomik, kulturor dhe arsimor mbi të gjitha. Qëllimi i shtetit shqiptar ishte parafrimi i shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë, që për shkak të kushteve të caktuara të historisë ishin ndarë. Ai gjeti element si Daud Kamber Elezi, një administrator tashmë i provuar në drejtimin e disa komunave, dhe e dërguan për të vendosur rregull, disiplinë dhe zhvillim në këto zona. Duhet të ketë parasysh fakti që Gjilani në atë kohë, në vitin 1941-42, kur ai u bë kryetar bashkie, administroheshe nga tre organizma politik.
Mbretëria Kuislinge serbe, shteti bullgar që kishte marrë pjesën e vet, por edhe shteti shqiptar që merreshe me administrimin e pjesës shqiptare. Persekucioni që i beshe në pjesën serbe dhe në pjesën bullgare ishte shumë i madh. Dhe ka shumë dokumente në arkivin e shtetit që tregojnë mbi këtë lloj persekucioni dhe mbi ndihmën që i ka dhënë pjesa shqiptare e pushtimit italian kësaj popullsie që po persekutojnë në Bullgari dhe në mbretërinë serbo-kroato-slovene, por tashmë Kuislinge, jo në bashkëpunim të hapur me gjermanët, pas rënies së Jugosllavisë në vitin 1941. Daud Kamberelezi ka dhënë një kontribut në ngritjen e infrastrukturës së qytetit Gjilanit, në organizimin e 30 vjetorit të pavarësisë, me urdhër të qeverisë, kuptohet. Ka hapur shkolla të ndryshme, ku në fillim pranoheshin vetëm fëmijë shqiptar. Por me urdhër të administratës qendrore janë dërguar 200 e ca mësues të tjerë që kanë hapur shkolla jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, por edhe për pakicët serbe. Do me thënë, po vinin shqiptar me urdhër të administratës qendrore për të hapur shkolla për fëmijët serb, që edhe ata të kulturoheshin edhe që të mos ngeleshin brapa me zhvillimin e tyre arsimor. Një nga faktet më të rëndësishme në lidhje me figurën e Daud Kamberelezit është lirimi i 300 kosovarëve nga burgu i Gjilanit në shtator të vitit 1943, pas kapitullimit të ushtrisë italiane. Kapitullimi i shtetit italian të Mussolinit në shtator të vitit 1943 e gjeti ushtrinë italiane të dislokuar në Gjilan të çorroditur. Por të armatosur mirë, të armatosur dhe të përgatitur për çfarë do lloj veprimi reprezalje që do të bëheshe. Daud Kamberelezi bashkë me prokurorin e Prishtinës kanë dhënë urdhra lirimi për të 300 vetat që ishin në burgun e Gjilanit, sepse ishte dhënë urdhër për reprezalje, ose më saktë për vrasjen e tyre. Fundi i luftës së dytë botërore do e gjente Daud Elezi në Gjilan, ku ai kryente detyrën e tij si kryetar bashkie, deri kur mori vendimin për të kthyer në Tiranë, pa e ditur se çfarë e priste në regjimin e ri që po instalohej në Shqipëri. Fatkeqësisht ndoshta kostumi i gjyshit edhe fati i tij ishte përcaktuar ndoshta që në momentin që ai e mori këtë vështirësi dhe u nis drejt Kosovës për të ndihmuar shqiptarët. Këtu kemi një listë të gjithë atyre që kanë shërbyer në Gjilan për shumë vitesh dhe edhe atë që ka shërbyer deri tek ai që ka shërbyer mbasi ka lënë gjyshi Daud Elezi zyrën e tij, që nga viti 1876. Dhe të gjithë fatkeqësisht kanë pasur një fat hidhur, kanë përfunduar të vrarë. Dhe ai mbas Daud Elezit është pushkatuar. Mendojmë ne se kjo është një nga arsyet kryesore për cilat edhe është eliminuar. Si gjërat ngelin në enigm, akuzat për cilat kanë bërë ato janë sigurisht krejt paqëndësishme dhe a kanë qenë thuar inate personale, mund të vite një për inate kaq të vogla personale. E tregojnë që ka qenë një avokat shumë i zoti, që merrte përsipër vetëm atë çështje që ai mendonte që kishin zgjidhur ose që ai mund të zgjidhte. Mund të vëre kjo. Nuk e di deri ku shkon ajo. Me të drejtë do të lind pyetja, pse po persekutoi ai person? Pas gjithë këtyre të mira, pas gjithë kësaj veprimtarie organizative dhe pas gjithë kësaj veprimtarie patriotike të bën në emër të çështjes shqiptare, pse po persekutoi ky njeri? Arsyet janë të shumta, por unë do të ndalesha vetëm tek një urdhëres e dalë në 12 dhjetor të vitit 1944, një qarkore sekrete e Ministrisë së Drejtësisë, ku thuhej: personat që kanë shërbyer në regjimet e kaluara do të persekutohen, do të burgosen. Si prova, në qoftë se ne nuk kemi prova, do të shërbejnë mendimet e njerëzve të ndershëm.
Në qoftë se edhe këto mendimet e njerëzve të ndershëm nuk do t'i jenë në favorin ton, do të shprehej kështu që në qarkorin e brendshme, provat do t'i gjejmë ne, do t'i justifikojmë ne. Ideja është që këta persona ishin të piketuar. Jo të piketuar, por ishin të përzgjedhur. Rasti i tillë do të ishte edhe rasti i Daud Kamberelezit. Ai ishte njeri i shkolluar në Perëndim. Ai ishte njeri që kishte dhënë ndaj shtesës shqiptare, kishte ndihmuar kosovarët në mënyrën e tij, kishte qenë i papërlyer në veprimtarinë e vet si administrator, kishte qenë njeri i ndershëm, kishte qenë njeri me emër, por për pushtetin e kohës këta persona ishin në rrezik potencial. Nga momenti i arrestimit në familjen e Dautelezit do të mbizotëronte ankthi i pasigurisë dhe territ informativ. Bashkëshortja e tij, Kadria, me 2 fëmijët nga martesa e parë e Dautit, ku më i madhi ishte rreth 14 vjeç, dhe 3 fëmijët e tyre të vegjël, ku më e vogla Suzana ishte 6 muajsh, mbetën në udhëkryq. Përpara kishte një të ardhme të pasigurt dhe me vuajtje që nuk mund të rrëfehen. Ai moment kur u arrestua Dauti ishte për ta kufiri ku mbaronte jeta e qetë dhe e bukur dhe niste një kalvar i dhimbshëm dhe i gjatë pafund. Ajo që dim nga mami është se e kanë marrë në siestën, periudhën e pushimit drekës, ku ajo është kthyer për të ngrënë bukë, ka qenë duke ngrënë. E kanë ngritur nga tavolina, që kanë ardhur, kanë arrestuar Daim, që ka qenë rreth 4 vjeç, sikur mban mend skenën, dhe më ka thënë pikërisht të gjë, që e kanë marrë, e kanë lidhur duart, edhe pastaj me sa di unë i kanë thënë të marrë edhe dyshekun me vete, edhe me duart lidhura ka rretulluar edhe dyshekun, që e ka marrë dhe ka marrë me vete për të shkuar aty ku të shkonte, dhe që nga ai moment nuk e kanë parë më kurrë. Në procesin hetimor, që është bërë ndaj Daud Kamberelezit, do të pyetej në lidhje me veprimtarinë e tij në Kosovë. Komunistëve, që sapo kishin ardhur në pushtet, sepse procesi bëhej në vitin 1947, komunistët nuk u kishin pretendime që të glorifikonin figurën e tij. Më saktë deshën të tregonin që ai kishte abuzuar me pushtetin. Kjo ishte akuzë e parë. Abuzimi me pushtetin në Kosovë. Por, do t'ishte e pamundur ta faktonin. Edhe në një nga faqet e procesit, më saktë në pretencën e prokurorit, në fund, përpara se të jepeshe vendimi përfundimtar, do të thuheshe: ne nuk kemi asnjë provë konkrete që vërteton pajësinë e tij në lidhje me abuzimin me pushtetin në Kosovë. Përkundrazi, ai ishte bërë mbrojtës i shqiptarëve të pjesës atje në Gjilan, sepse Gjilani ishte ndarë në 3 pjesë dhe ata gjenin mbështetje. Ku do ta gjenin? Tek ajo pjesë që drejtohej nga shqiptar që ishte gjyshim Dautelezi. Akuza numër 2 që i bëi këtij ishte sepse ai kishte propaganduar kundra luftës nacional çlirimtare. Totalisht e pavërtetë. Vllai i tij i madh dhe djali i tij i madh përkatësisht kishin lënë shkollën normale të Elbasanit dhe shkollën amerikane teknike në Golem të Kavajës për të dalë partizan. Njëri me brigadën e parë, tjetri me çetën e Pezës. Pse e kishin bërë këtë gjë? E para punës i kishte thirrur Adeu. Dhe e dytë punës sepse ishin patriot. Familja e Lezit në përgjithësi ka pasur ndjenja patriotike dhe siç thash ka dhënë sa ka mundur brenda mundësive në të mirë të komunitetit, në të mirë të qytetit dhe në të mirë të Adeut, sepse e para punës kishin kulturë dhe dyta, çfarë është më e rëndësishme, kishin aftësi dhe ishin njerëz të mirënjohur në komunitetin ku jetonin. Në procesin hetimor thuhet, unë kam marrë postin e kopistit. Domethënë, ishte një rol zyrtar që duhet të theksohet fakti që administrata e vendosur në vitin 1944 ishte deri diku një administratë analfabete, por besnike ndaj regjimit.
ishte analfabet për besniket e regjimit. Dhe kush i kryente punët e administrative? Njerëz të kulturuar, të arsimuar si puna e Daut Kamberelezit. Një nga akuzat që i betën në dom Daut Kamberelezit ishte sepse ai ishte mik i ngushtë i Shefqet Velacit. Po thotë, unë kam qenë mik i ngushtë i Shefqet Velacit, familja ime ka pasur lidhje me Shefqet Velacin, por ama, unë e kam përfituar asnjë gjë prej tij. Puna ime është ajo çfarë mua më ka bërë të eci deri këtu ku jam. Procesi hetimor dhe e gjyqësor nuk do të konkludonte me asnjë provë reale për të gjitha akuzat që i drejtoheshin Daut Elezit. E vetmja pikë ku mbështetej ky proces ishin 3 dëshmitar, të cilët i kishin dhënë dëshmitë e tyre në rrethana të dyshimta, pasi edhe ata do të përfundonin po ashtu të pushkatuar. Provat e vetme që janë përdorur në procesin hetimor ndaj Daut Kamberelezit janë provat e 3 personave, të 3 personat të cilët kanë deponuar në gjyqin e Daut Kamberelezit kanë qenë në proces hetimor për vete dhe të 3 janë pushkatuar. Dhe kjo hedh hije dyshimin për mënyrën se si janë marrë ato dëshmi e para dhe për mënyrën se si janë përdorur këta persona. Në dokumentet e dosjes hetimore gjyqësore gjejmë të shkruar në proces verbal se Daut Elezi i ka kundërshtuar dhe argumentuar kundërshtitë e tij për secilën akuzë. Është pika 2, tek faqja tjetër fillon domethënë që nga pika parë, kur ato argumentojnë japin argumentimin pas se të japin vendimin e gjyqit. Dhe thonë, 2 nuk pranon që, 3 nuk pranon që, 4 nuk pranon që, pra nuk ka pranuar asnjë nga këto. Dhe në fund thotë nga gjitha këto, ka 4 pika, nga gjitha këto vërtetohet dhe faktohet sipas atyre që i pandehuri, megjithëse ky nuk i pranon, i fakton nëpërmjet këtyre 2 dëshmitarëve, një për cilave ishte 2 për cilë janë të vdekur në fakt, ishin gjithashtu njerëz që po i dënonin, po i rrinin dhe po i vrisnin. Procesi hetimor pas gjithë këtyre akuzave të pavërtetuara do të ngulmonte tek një akuzë vetme, bashkëpunimin me Hamit Matjanin. Për ta kapur Hamit Matjanin, shteti shqiptar ishte gati të sakrifikonte çdo njeri. Në mes të këtyre sakrificave ishte edhe Daut Elezi, një njeri familjar, një njeri që përshikon punën e vet, një njeri që kishte kontribuar për çështjen shqiptare, një njeri familje të cilit kishte kontribuar në vendosjen e atij sistemi nëpërmjet luftës nacionale çlirimtare. Por me sa duket, çmimi që do paguante për gjithë këto të mira ishte vdekja. Duke qenë vetë jurist dhe duke ushtruar profesionin e tij edhe para arrestimit, përmes zyrës së tij avokatore, Daut Elezi rezulton të jetë mbrojtur vetë në gjyqin komunist. Dokumentet nuk e dëshmojnë nëse kjo ishte zgjedhje e tij apo thjesht ishte mohuar kjo e drejtë. Deri në fund nuk ka pasur një avokat mbrojtës. Nuk faktohet që ai të ketë pasur një avokat mbrojtës që të merreshe me administrimin e çështjes së tij. Kjo tregon një shkelje të hapur një të procesit gjyqësor, sepse deri në vitin 1967 ishte sankcionuar avokatia. Klodiana thot se ka pasur gjithmonë terr informativ në ngjarjen e dënimit me vdekje të gjyshit të saj. Ngjarjet pas arrestimit të tij dhe sidomos ajo çfarë ndodhi pas dënimit të tij me vdekje do të mbuloheshin për shumë vite me mister. Vonë, pas shumë dekadash, do të zbulonin copëza tragjike të kësaj historie, prej të cilave do të plotësonin puzzle-in e ngjarjes përmbyllëse të jetës së Daut Elezit. Deri vonë nuk e kemi ditur të saktë, domethënë ka qenë i varur apo i pushkatuar apo i vdekur në tortura apo çfarë ndodhi me këtë njeri. Kjo ka qenë enigma më e madhe.